Banorët e fshatit Debresh kanë protestuar para ditën e kësaj të premte para gjykatës themelore të Gostivarit. Ata kërkojnë drejtësi për bashkëshatarin e tyre, Resul Kahrimani, i cili u ekzekutua me breshëri plumbash me Kalashnikov me 23 korrik të vitit 2024 para derës së shtëpisë së tij në Debresh. Banorët dhe familjarët e 35 vjeçarit Resul Kahrimani thonë se deri më tani janë anuluar 3 seanca gjyqësore për rastin në fjalë. Në seancën e parë kanë munguar të pandehurit, ndërsa në 2 të tjerat gjykatësja e rastit, thot Fuat Elezi, daja i viktimës. Ai tha se kërkojnë vetëm drejtësi, sepse siç potencoi, prindërit e Resulit janë në gjendje të rëndë psikologjike dhe shëndetësore dhe duan drejtësi për djalin e tyre. Duna drejtësia shkonen vend. Ina drat mos na vritni prap për diti. Le ta mbrejnë drejtësien nona e vete edhe baba e vetë, se do vdesim para vakti, barëm le ta shofin drejtësia ku vinë vend. Elezi po ashtu kërkon hetimi i rastit të rikthehet nga fillimi, pasi pos 2 vëllezërve të pandehur për vrasjen, thot se ka edhe persona të tjerë të dyshuar, po ashtu dyshon se vrasja ka pasur edhe porositës. Duhet drejtësia të vazhdojnë prap piku ka fillu incidenti. Mendojmë 100%. 100%. Duhet kthehet prap pi fillimit, fillone pike inspektori kryesor i policisë, vine prap në prokuror. Prokurori atëherë të lishone të ndjeke edhe qerit, se porositësit e vrasjes janë liri. Ai ka kërkuar gjykatësja e rastit dhe avokatja e palës mbrojtëse të zëvendësohen me të tjerë. Gjykatësen njëherë na undhëroi, për herën e tretë erdhi gjykatësja e tjetër. Është nga fshati Zubavç me gjithë avokatë. Protestat mund të vazhdojnë edhe të ma shumë mund të bëhen, me siguri që i po të kërkojnë. Edhe të kërkojmë edhe ndrimin, heqjen e asaj avokatës pi lëndës tonë. Nuk dhe e lejojmë ajo të fitone me gjakin e djalit tonë të fitone pare. Familjarët kërkojnë ndihmë edhe nga ana e shtetit, pasi siç potencojnë nuk dëshirojnë konflikte të reja, por vetëm drejtësi. Ndërkohë, seanca e sotme mbi rastin në fjalë e paralajmëruar për në ora 11 ka filluar dhe të pandehurit janë sjellur në gjykat, megjithse epilogu i saj ende nuk dihet. Ndryshe, Resul Kahrimani u vra më 23 korrik të vitit 2024 me armë automatike. Si autor të pandehur të krimit janë vëllezërit BV 28 vjeç, JV 31 vjeç dhe një person i tretë me inicialet LV 32 vjeçar nga i njëjti fshat. Në momentin e ekzekutimit, ata kanë qenë automjetin Volvo me targa zvicerane. Ata kanë jetuar dhe vepruar në Zvicër. Aktualisht, familja e 2 vëllezërve të pandehur nuk jeton në Debresh dhe ndodhet në Zvicër, ndërsa pas vrasjes banorët kërkuan që ata të shpërngulen nga fshati.